kalimi ka qenë shumë minimal. Këtë e raportuan dje mediat. Mirë po ato se çfarë parë, se çfarë raportuan sot është se Irani sërish ka bllokuar ngushticën e Hormuzit nën pretekstin se nëse sulmohet Libani është njësoj si të sulmohet edhe Irani. Mbi këtë suaz, sa e brisht është kjo marrëveshje dhe a rrezikohet edhe një herë rikthimi i tensioneve? Rreziku është aty, akoma nuk kemi një marrëveshje të shkruar dhe para që posta ne po flasim vetëm për fillimin e negociatave, duhet jemi, domethënë, të kujdesshëm dhe të presim se çfarë do ndodhë në ditët në vijim. Por është një pikë kyçe kjo, hapja e kanalit të Hormuzit dhe ndërprerja e sulmeve ndaj vendeve të gjirit nga ana e Iranit janë kushte të cilat janë thelbësore për të arritur te paqja. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë marrë përsipër që mos sulmojnë Iranin dhe nuk kam informacion të paktën për momentin që të ketë thyrje të kësaj marrëveshje. Është një pikë e dobët kjo që ju përmendët, pjesa e sulmit të Hezbollahut të Libanit nga Izraeli, që nuk ka ndikuar pozitivisht në krijimin e një klime të dur, por vetë Izraeli, sipas amerikanëve pra, më saktisht presidentit të Vance, ka qenë një nga nxitësit ose shtypësit kryesor për të përfshirë pra edhe ndërprerjen e çfarëdo lloji, domethënë sulmi ushtarak me qëllim dhënien e mundësisë të negociatave. Pra ka qenë një kërkesë edhe e tyre pra që nuk do të sulmojnë gjatë negociatave. Dhe nuk ka sulme ndaj Iranit për momentin. Çështja e Libanit ka keq kuptim, ka një keq interpretim nga palët, njëra palë thotë që është e përfshirë në marrëveshjen paraprake, pala tjetër thotë që nuk është folur specifikisht për detajet, të cilat do të ngelen të sqarohen në ditët në vijim, pra kur të ulen palët në tavolinë. Pra kjo tregon, të gjitha këto që ne përmendim tregojnë se sa e brisht është kjo situatë, pra, dhe të dyja palët e kërkojnë marrëveshjen, duan që të ketë një marrëveshje, sepse kërkesat maksimaliste të Iranit nuk I kemi më. Ishte një kërkesë që ose e keni parë në ditët e mëparshme, si më thënë një kusht sine qua non nga ana e iranianëve që ne nuk duam thjesht pushim, po duam menjëherë paqen e qëndrueshme. Ndërkohë që aktualisht kemi një pushim pra. Pra ka një tërheqje nga ky pozicion. Gjë që të bën të kuptosh që palët janë duke negociuar, janë duke bizeduar nëpërmjet kanaleve të tyre të komunikimit. Dhe I kanë të hapura këto kanale. Dhe aktualisht ne po flasim. Po. Megjithatë, ne kemi qenë koshient edhe në atë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, momentin që kanë dhënë fjalën për një armë pushim, edhe në të kaluarën